Përshëndetje të dashur miq të sofrës shqiptare. Pasi jemi në prag të stinës së verës, kam sjell recetën e akullorës me shijen e virale të çokoladës së Dubai. Në një përgatitje shumë thjeshtë, bëhet shumë e shijshme. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Tash masën e rrohi mirë me mikser derisa të formohet një masë e fortë. Kam përzier masën mirë me mikser. Tash që akullorja të merr shijen sikur ato akullorët e gatshme nëpër ëmbëltore apo të blera nëpër markete, duhet t'ja hedhin produktin special. Ai është qumësht i kondenzuar me sheqer. Ju lutem kur ta bleni në market e kërkoni qumësht të kondenzuar me sheqer. Kështu nëpër kanaqe do jetë më i mirë nëse e gjeni, dhe qumshti i kondenzuar është direkt nga frigoriferi, asesi nuk guxon që t'jetë nga ndjenjë dhomës, sepse do dështon masa, nuk do fryhet. Ja hedhim kështu për 500 ml ujë, unë do ja shtoj 400 gram me qumësht të kondenzuar. Paketimi është 397 gramësh. Duhem ta kaloj gjithë masën. Tash masën përsëri e rrohi mirë me mikser derisa uji ka ëmbël dhe qumshti i kondenzuar të bëhen një masë. Kam përzier mirë masën, si që vërejnë e shfitu një masë shumë e trashë. Tash ja shtojna kremin e fëstëkut dhe ja shtoj 2 lugë gjelle mbushura plot me krem fëstëku. Dhe jep shijen dhe pamjen shumë të mirë. Gjithashtu unë do ja shtoj edhe pak ngjyrë për ëmbëlsirash, që t'ja jep ngjyrën dhe më tërë, ngjyrën e gjelbër, dhe do ja shtoj dikon rreth 100 gram me fëstëk të coptuar. Dhe masën përsëri do e përzij mirë. Kam përzier mirë masën. Tash marr një enë kështu plastike dhe e kaloj masën. Duhet që ta kalojmë gjithë masën, sepse duhet që ta vendosim në ngrirje akullorën. Zakonisht akullorën e përgatis nga mbrëmja, që ta lëm gjithë natën në frigorifer, që të nesmen ta kem gati për konsumim. Ju patjetër duhet që ta leni akullorën në frigorifer prej 4 deri në 6 orë. Duhem kështu gjithë masën ta kaloj tek ena e plastikës. Vetëm se duhet që ta rrafshoj mirë. E rrafshojmë kështu akullorën. Enës ja vendosi kapakun dhe akullorën e vendosim në ngrirje të thellë dikon për 6 orë më së paku. Akullorja ka qëndru mjaftueshëm në frigorifer, e kam lënë për gjithë natën. Tash e kam largu nga frigoriferi dhe e kam lënë 10 minuta që të pushoj.
Tash dhe servoj për këto gotat. Kështu. Tash e kaloj me anë të një lugë për akullore në për gota. Kam mbush këtu një gotë me ujë dhe lugën e akullores e vendos me vazhdimisht në ujë. Largoj kështu nga akullorja. Ka dalë vërtet shumë e mirë. Lugën vazhdimisht e kalojna në ujë që më lehtë hipet forma akullores. Kështu në këtë mënyrë mbushim gjithë pjatat. Akulloren tash sipër do e dekoroj, unë do e dekoroj me krem fëstëku, pasi që ja kam dhënë këtë shije, për atë arsye sipër do i hedhi krem fëstëku. Do dale shumë e mirë. Pak fëstëk të bluar. Fëstëk të cëptuar. Nga një mbajtse akulloresh, kështu thjesht për dekor. Lugët. Dhe akullorja është gati për konsumim. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë akullore në shijen më virale të çokoladës së Dubait, ju bëft mirë, ju falinderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.